Liguar prokurorin që mbrojtjes dhe I ullur në bankën e të akuzuarve, rektori I Universitetit të Prizrenit ka mohuar çdo akuzë që I vjet në barë. Si e ndini veten, të fajshëm apo të pafajshëm? E ndi veten të pafajshëm. Rektori është pjesë e akta akuzës së ngritur nga Prokuroria e Gjakovës, e cila pretendon se është keqpërdorur pozita zyrtare, pasi disa profesor kanë dokumentacion fotokopje dhe të panoterizuar, dokumentacion të pakompletuar, asistent të angazhuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për shkak të moshës e të tjera. Dhe njëkohësisht janë pranuar me thëndënësit pas konkursit për vitin akademik 2015-2016 dhe nga këto janë 7 zhurës të angazhuar dhe janë 20 asistent të angazhuar pa konkurs. Në këtë mënyrë ka bërë shkelje të ligjit duke dëmtuar të hyrat e Ministrisë së Arsimit.